Edhe me disa ngjarje që nga vdekja e një gruaje deri tek djegja e një shtëpie e tek grabitja e një qytetarit. Gjitha këto i sjell kolegu jon Valdrin Daci. Mirëmëngjes Valdrin. Mirëmëngjes edhe për ju, po gjendja në Pejë sa i përket shiut është e qetë, ka pasur rreshje por jo të mëdha, dhe qyteti është i qetë, është zgjuar i freskët, edhe qytetarët veçë ndruara duket se janë shumë me disponim, po shkojnë në punë. Po flajnë një orë ma gjatë, po më duket, a? Edhe njerë nuk ju dëgjova, më falni. Tash flaj një orë më shumë. Zatën ata që janë mësuar shumë më herët, gjumi po del njësoj. Dhe vërtet. Po, si do shoh, është e mundësi e mirë për me pushu, për me lexu një mbrëmje më të gjatë edhe me u zgju më i freskët dhe më në disponim. Përket vikendit në rajonin e Pejës është karakterizuar me një sër ngjarjesh. Fillimisht ne deklarojmë për dallim të Kosovës se nuk kemi parë ndonjë koalicion publik. Dhe shpresojmë që kjo javë të sjellë zhvillime të reja për sa i përket zhvillimeve të zgjedhjeve lokale këtu në Pejë, po sidoqoftë ajo se çka e ka karakterizuar vikendin kanë qenë një seri ngjarjesh në territorin e Pejës. Fillimisht po nisim nga ngjarja e orëve të fundit të pasdites së djeshme, ku një shtëpi në fshatin Brestovik të komunës së Pejës është përfshirë nga flakët edhe zjarri ka filluar prej kulmit. Dhe brenda asaj shtëpisë jo zyrtarisht kanë mësuar se kanë qenë disa fëmijë në ato momente dhe ata kanë arritur që të shpëtojnë, pra fëmijët e asaj familje fatmirësisht kanë arritur të shpëtojnë. Në vendin e ngjarjes kanë dalur policia dhe zjarfikësit të cilët kanë arritur që ta lokalizojnë zjarrin, ndonse damet janë kogja të konsiderueshme dhe vlen me u theksu se po ashtu jo zyrtarisht ka marrë vesh se ajo shtëpi është shtëpi e dhuruar donacion, pra ndërtim donacioni, dhe shpresojmë që ky dimër të mos i zë pa kulm jo atë po asnjë familje të cilët kanë raste të tilla apo kërkojnë strehim. Fatmirësisht ky rast ka ndodhur, domethënë ka rezultuar pa viktima dhe pa lëndime. Rast tjetër që me të vërtetë ka tronditur qytetin dhe jo vetëm qytetin, po edhe krejt Kosovën ka qenë edhe rasti i një gruaje 65 vjeçare e cila është gjetur poshtë lumit në Gryqën e Rrugovës, e cila dyshohet se ka rënë në gremit. Rastin e ka konfirmuar edhe policia dhe vedimet po vazhdojnë. E një rast tjetër gjatë në prag të vikendit që ka ndodhur ka qenë rreth orës 18 ku në rrugën UÇK që unë jo zyrtarisht po ashtu ka marrë vesh që e ka ndodhur afër lokacionit të Dylia, aty ku pritën autobuset, një person i ka shkuar një qytetarit dhe nën presionin e pistoletës i ka grabitur atje, po i ka marrë 175 euro para kesh dhe telefonin dhe rasti po hetohet. Dhe ajo se çfarë pritet të ndodhë gjatë javës në vazhdim, pritet që të jemi në kontakt dhe të paraqitemi me informacione të reja për shikuesit e orës sot. Valdrin, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i solle. Do të presim përsëri nesër dhe të uroj një javë të mbarë. Gjithashtu javë të mbarë. Kemi qenë me kolegun tonë Valdrin Daci nga Peja, ndërkaq tani do të shkojmë në komunën e Nxehtë të Mitrovicës. Një incident i pazakont ka ndodhur në orët e